U kthejmë në studio për të folur lidhje me çështjet politike në vend, ka dëshuar për të 21 herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Do flasim edhe për tema të tjera që kanë të bëjnë me shkartkimin e zëvendës ministër Arber Vokri, po ashtu edhe për deklaratat të Nejmedin Spaju, i cili i dha në një televizion në serb sa i përket William Walker. Për këto edhe shumë çështje të tjera me mua në studio është Agron Hana. Faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e infolis. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe në anën time të tjatë është Visar Kastrati. Visar, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jetë shpjesë e infolis. Zoti Hana, e patëm dështimin e 21 të Kuvendit të Kosovës, nuk pati më konstituim të Kuvendit të Kosovës, një çështje që na ka bërë një farloj rutine çdo 48 orë që t'jemi në të njëjtën situatë. Deri kur do të mbaroj i gjithë kjo katrahure krijuar në Kuvendin e Kosovës? Shumë e saktë dhe siç e kam thënë edhe më përpara në televizione të ndryshme që nuk është i interesuar partia fituese apo lideri i cili pretendon që ka fituar zgjedhjet, nuk është i interesuar ta krijojë qeverinë, nuk është i interesuar ta çojë përpara vendin, nuk është i interesuar ta votoj apo megjithëse unë besoj që i ka numrat, po nuk është i interesuar ta dërgoj krye parlamentare në vend ku duhet mu votu edhe për mu përcaktu si krye kuvendare apo krye kuvendar. Është gjetë, unë i thomë si kurban kjo Haxhiu për ta qitë një person i cili është i padëshirueshëm apo partit opozitare tregojnë që është i padëshirueshëm dhe është nonsens me qitë 21 herë të njëjtin person të cilë nuk e dëshirojnë, nuk e votojnë partit opozitare, kjo e qetë prapë, kjo është indikacioni më i madh që kjo nuk është interesuar ta formojë, megjithëse pretendon si fitore. Po unë, personalisht, mendimi jam është se kjo është humс në këto zgjedhjet e fundit, për shkak se nuk i ka fitu 70% të votave të cilat i ka pretendua, po 500 i kërkesa e tina që ka qenë për ta formuar qeverinë, ku kërkesat zakonisht bëhen prej anarkistëve majtist, nuk jem ka thonë prej socialve demokratik, po prej anarkistëve majtist, të cilët dojnë me prish sistemin kapitalist modern amerikan, e cilë është ndërtuar që 20 vjet në Kosovë me ndihmën e bashkëkombëtarëve, të ndërkombëtarëve dhe të gjithësisht amerikanëve. Ky ka prish komplet sistemin, këtë sistem i tregon gjithë opozitarëve që unë nuk shkoj në gjykat, unë nuk e krijoj qeverin, unë i kontrolloj paret, unë i hupi 900 milion për popullatën, unë i atakoj firmat e forta që janë në rrethin e Kosovës të cilët funksionojnë në sistemin kapitalizmit modern, unë e shtrejtoj rrymën dhe a keni qa me mbo, s'keni qa me mbo. Dhe me thonë, është edhe një pjesë e fajit direkt e opozitës që rinduar kryq edhe i shikon shka do me bo kjo, apo shka ka me marë masa kjo nesërme. Me thonë, kjo nuk duhet mu prit ma, duhet mu kry kjo punë, si evolutiv apo si revolucion, i mbrenshëm duhet me ndodhë në Kosovë, të ndalon këtë njeri njëre për gjithmonë me dame që i shkakton Kosovës. Do të Kastrati, pse po shihni juve opozitën kaq të heshtur krahas gjitha këtyre çështjeve të cilat po ndodhin në Kosovë, pra për të 21 herë po flasim, nuk ka konstituim të Kuvendit të Kosovës, që pritet edhe nesër të kemi të njëjtën skenar 15 minuta dhe të dalim nga salla e Kuvendit. Po, realisht kjo çështja e seancës së Kuvendit është bërë ka shumë si këto serialet e turqve ku në fillim është një dramë, pastaj ai përfundimi dihet qysh në serialin e parë, nuk pres që ka pas ndryshim edhe në këtë seancën tjetër, ndërsa sa i përket fuqisë së opozitës, kjo duhet matët pak edhe me çështjen e numrave dhe me të rezultatet të zgjedhjeve, para se në ndajnë një mendim tjetër, zoti Kurti është fituesi i zgjedhjeve, dashëm apo nuk dashëm ta pranojmë si studio apo edhe në vende tjera, ai ka fituar zgjedhjet, do nëse targetin çdo kush e çet më të madh, se është pretendimi i tillë, secila parti dhe Lumiera ka pasur një pretendimin i marr 30%, nuk i ka marrë, ka marrë 18%. Kështu që është në rregull sa i përket asaj që këta opozita nuk i kanë numrat, nuk e kanë fuqinë e madhe në komunitet.
ku lëvizja vetëvendosja bashkërisht me 2 deri në 3 parti ka vota vet si lëvizje. Po visar këta kanë kërku 500k që ka dallim. Është vërtet, është normale se një parti e cila hen zgjedhje patjetër që synimin kryesor ka të arrit votën dhe jo ta zvogloj. Si fituesi zgjedhjeve është lëvizja vetëvendosje dhe padyshim që asaj i takon kërkesa dhe emërimi i kryeparlamentarit apo kryeparlamentarit këtë razonjes. Atëherë po mu i ka me bo si fitues. Si fituesi, unë po flas si fituesi zgjedhjes, nëse sa i përket zgjedhjes së Albinës Azhiut, kjo është pak qasje pejorative e lëvizjes vetëvendosje, karshi qytetarëve, mas pari jo karshi partive opozitare, për faktin se kandidohet një person i njëjtë për 21 herë apo tash. Ajo mund më shkull deri 25 herë të emërohet, po si duket e njëjta nuk i ka votat, do nëse në studio kam përmend që është mirë partitë opozitare të reflektojnë, derisa gjykimi i gjykatës kushtetuese ja njeh drejtën që partia fituese ta ketë të drejtën për emërim dhe për zgjedhje, që unë në studio televizive kam thonë që është një paradoks dhe në atë ku ky vendim 2013, nëse nuk gaboj, është bërë për shkak partive tjera dhe pazareve tjera që kanë qenë atë ku, po tash ky vendim po kthehet bumerang dhe shkon për shtati lëvizjes vetëvendosje, opozita është dashur të ulet ta votoj dhe që të kalohet ky ngërç për arsye që pastaj të marrë zoti Kurti sa i përket qeverisë. Po edhe në këtë rast, edhe nëse kalojmë në stadin e dytë, votohet Albulena Axhiu, zonja Albulena Axhiu në partitë opozitare jashtë Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka kallzuar një fleksibilitet politik dhe një vullnet për të ulur në tavolinë dhe për të biseduar me liderët e tjerë opozitar, ne kemi problemin të Lidhja Demokratike e Kosovës, që realisht kemi aty 3 qëndrime, kemi qëndrimin e kryetarit, nën kryetarës Dorë Sakica, e cila del me njëra la pa u kry mbledhja, dhe kemi edhe të anëtarëve tjetë LDK-s, ku shihet që nuk ka një farë koordinimi të përfill dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk është ka edhin që është ka dënë, ka një farë friket të mbranshme, po frikën më shërupi frikës është ka gjatë e lashe. Thjesht i ki marrë 18% të votave, e kini numër caktum të deputetëve dhe dush të pozicionosh. O po shkon me lëvizjen vetëvendosje, o po shkon me opozitën. LDK-ja është ka arrin në situatë pat, që dësha lëvizje në pat që as anena, as knena. Vendos se patëm disa herë deklaratat që nuk do të bashkëpunojnë me vetëvendosjen. Shumë e qartë është janë legjitime deklaratat që nuk do të bashkëpunojnë, pa atëherë çka e ka të më bë. Nëse shkojnë në zgjedhje të reja, po Fred Lumiri që ka i marrë 25% votave, është ka gja problem. Me që tempo dhe me që dinamik, edhe që të vullnet shpërshijet qytetarët në bazë rezultateve zgjedhjeve të fundit, padyshim që në konsideroj që lëvizja vetëvendosje mundet me ra, po jo në masën e madhe që murit LDK-ja. Ka murit ndoshta PDK-ja, po te LDK-ja nuk shon ndonjë rritje që ka me pas, andaj paqartësia tyre në qëndrimet politike është shumë e çuditshme. Janë barikadu, janë ka frikson dhe as marrin 9 majt nuk shkojnë, as 9 djath. Pra, është ideja që dalim me propozime konkrete, njëri për propozime që ka i zoti Lumir Abdixhikën nga mbledhja e përgjithshme e Këshillit të LDK-s që tash mos i bi shumë në qafë Lumirit, ka që ta bëjmë një qeveri që të përshtatshme, çfarë sensi ka ajo ku apet e ki lëvizje vetëvendosje në atë qeveri. Pra duhet të jetë qëndrimi më i qartë i opozitës, po si duket opozita e ka një doroj edhe në hyrje në zgjedhje, se e din që zoti Kurti këtë fazë është më i fuqishëm politikisht se këta tjerë. Planifikim që të mos jetë vetëvendosja në atë pjesën e tyre, po të jetë bashkë PDK. Duke marrë parasysh që zgjedhjet, se unë nuk pe mohoj që zgjedhjet i ka fitu Albin Kurti dhe me kushtetuese ja lejon që ai të emëroj kryeparlamentarin. Mirë, po kur kryen zgjedhjet, lideri një partisë lyp zgjidhje. Edhe peshën më të madhe ka vetëvendosja për me gjetë zgjidhje. Nuk e kanë partitë opozitare me gjetë zgjidhje. Ata kanë humbë, është okej me këta. Po me ty që ke fitu, ti qëfar oferte ju ke bo këtynve tjerve? Dhe me thonë, a ke bo hajgare, nga njerë me një letër, se s'ka nevoj as me që letër, mrena natës mujnë mu taku mu da opozicione. Për hirtë Kosovës, për hirtë 900 milionëve. Dhe me thonë, barat e Albin Kurti është. A i ka mujtë mi thirë, ose mos me ofendu fillimisht, hajde që i pas ka ofendu, pe kaloj me një kërkim falje. Po mrena natës, mund është mu marrë vesh me lider të opozitar, me ndamjet pozicione, me një farë harmonizimi të politikave, apo të planit të politikës që ti e ke zhvillu, një harmonizim të përbashkët, për hirtë të Kosovës, për hirtë të jetesës tonë, të mirëqenies qytetare. Po qka ka bo kjo? Kjo non-stop ka ignoru, edhe ka bo një blokat, apo automatikisht ka bo hajgare me disa letra. Këtina i thot, ju halas që një reformu, se kësha bo me ju, hajdem po ju halas që një reformu. Tuti që kjo është, ai shkenstari apo komisioni që i ban peshën e partive opozitarve kush ka evolua, apo kush nuk u reformu. Në tjetër në tina i qanë një letër hajgare, ti ke bo me gjithkon koalicion pëse s'po ban edhe me neve.
Ade nuk qohen këto letra, apo ati tjetët të thotë, jo, ti kini vi të kuqe, këtu se me ty smirë na hecë, më ke qujtë pro-sërb apo pro-rus. Po të një një njërë indirekte i nërimi i opozitës. Sonte mundët më marrë vesh, sonte, me një qëllim tamam, mirëfillt për Kosovën, për jetën, për mirëqenien e qytetarëve, për hatër 900 milionëve mos më hupë prej donacionit evropian që vjen, mundet më, po jo, nuk e donë kjo atë punë. Kjo e donë me pas 70% totalitarizm në parlament, edhe ka humbë. Aty është dhimbja e tina. Me thonë, a i donë me pas një kontrol absolute, ku mundet me ndërhynë mandej në prokurori, në gjyqësi, ku bot kapja edhe medjave, se keni pa dhe sulmet si banë të media her pas heri, a është qashtu, edhe ka atë farë komitetin e vetë mrena për mrena partis, ku aj me 4-5 vetë të një mendësie, majtiste, anarkiste e shpërndojnë këto të populata, apo e shpërndojnë edhe të qeveria. Nuk ka faj, unë i fajsoj Lumirin, Partinë Demokratike dhe Partitë Opozitare për tjetër punë. Pse e kanë leju këto me orë këto? Pse nuk prej vitit 2008, prej shpalljes pavarësisë, pse s'kanë kriju politika të mirëfillta fiskale për ardhin e donatorëve për me qelë fabrika të ndryshme. Në kohët komunizmit i ke pas 10 fabrika rreth Prishtinës. S'po dhja u konë që atëherë komunizm a kapitalizm, po i ke në konë 10 fabrika. Pe di që kanë qenë shoqërore, po dikun 5.000 banorë Prishtinës kanë qenë në punë. Sot nuk i kia ato fabrika. Do me thonë pak, jo pak, po kogja shumë faj kanë partitë opozitare për mos punën e tynve, gjatë kësaj periude të regullimit të politikave fiskale për prurjen e investitorëve të huaj, ku ne kishe mujtë më punësu dhe dikur ishtë bo nështë roga mesatare 7-800 euro. Edhe nuk kishe pas nevoj me prit 50 eurot e Albin Kurtit. 50 eurot për fukara. Që kjo është esenca. Pare ka njëpër dhe unë e ishë kryeministra atjerë, dhe sa i përket ekonomisë, ndonë se Visar Kri ka pas pak ma të shpesh të Jo që përdu me mbrojt në mënyrë absolute, nëse bo shkatrimi ekonomisë është bo mas lufte. Do më në zingjirë, parti tjera kanë hise dhe përgjithsi shumë atë madhe. Tash edhe ma shumë, tash pak ma shumë. Jo, absolut, ato i ka gjetë mbëllta. Po tash e kime energji elektrike, hajnia që është ka ndodhë. Sa përket lëvizës vetëvendosje në këto 4 vitet që e pat mandatën, dhe një pjesë mandatit vogël që e pat me lidhën dhe mandatit të sos, nuk është që kanë marrë hapa konkret sa i përket zhvillimit ekonomik, rritjes mirëqenies, nuk ka dyshim aty. Edhe të përgjithësia është pa dyshimi që i bjen lëvizës vetëvendosje, po në shumire ceka, të paktë në pikën e kryeparlamentarës, ishtë dosh me votu që opozita me thonë që edhe na kena zgjidhjen për me zgjedhë qeverin. Pra edhe opozita ka fajin e vetë se është karin blok, është karin në pozit pat. Nuk është fajin vetëm i lëvizës vetëvendosje. Po flasë gjithmonë për zgjedhjen e kryeparlamentarës. Po bëhat Kurban Albulena një farmire nga vetëvendosje? Albulena Kurban, se Albulena është person lojali i Albin Kurtit, është ndër 500 apart të lëvizjes vetëvendosje. Unë e kom të cek edhe në emisione tjera që secili kryetari partisë dërgon dikën që ka lojal. Edhe është pozita e nalt, e ka qitë Glauki, se duke Glauki nuk ka erun për komunë të për pozita personale të karikës, në nuk jena të folë për Kosovë, për mirëqenien e qytetare, nëse nuk ka partia politike në lëvizje, atëre mund është me ndru. Cila partia ka qitë kandidat na për emër të Kosovës? Nuk po folit si ka qenë, si duhet me jetë. Vazhde me shpërbot diagonalja paralele që shtu. Alla ta e kanë qitë për njerës të vetë, njerës të besushëm. Po, gabim. Shakot keqe muzia zonja Albulena Gjius, për shot keqe kushë. Po nashta se ka share pas batu ligjin dhe mi orientu me 10 sansat. Po partit opozitare. Po shprejesi që ka me qenë ma parimore dhe zonja Mimoza nëse gjithë. Qa i bromo, që ta njëzën, është ekip e ti, e ka drejt me qitë këndën. A i ka drejt me qitë, po partit opozitare nuk po pajton me kitë emën. Disa parti opozitare kanë shprej vullnet me votu disa persona tjerë. S'vullën partit opozitare me shumë? Jo, partit opozitare me... Partit opozitare mujnë të presidentja. Presidentja ka një rol, ka gjatë nësëshëm me kushtetutën e venit, se përket edhe mirë bajtës pjesës politike dhe stabilizimit venit. Pëse s'peqojnë një marveshje me 5 reshta, që në mujnë me ashujt nëse nuk dinë më shkru, me qute presidentja mi shpallë zgjedhjet. Ose me që landën në gjykatë kushtetuse për reinterpretim të vendimit të 2013-ës. Se aty është një paradoks i madh. Asë një kushtetutë e Ballkanit nuk e ka që partia që ka fitu zgjedhjet e zgjedh kryeparlamentarin ose kryeparlamentarin. E zgjedh shumica më e madhe në parlament. Ka kanë bërë për veti, 2013-ën, tash më bjen tamam.
A shojnë presidentin si unë i fituse? A do është më bërojtos. Po gjithësia është në këti më e madhe, su kjo fitus. Absolut. Spendojnë atë drejtim. Po edhe këta si në të usilë shumë korekt. E vrej masanë të më njerë bujnë hygjim me dalë me jep intervista, ta shupo probleme dhe për neve me komentu diçka, se 21 herë po flasëm për situatën e njëjtë. Letulin, le shkojnë dhe presidenta, le të shkojnë i marrëveshje, ose venë zgjedhje, ose le të shkojnë në gjykatën kushtetuese për reinterpretim vendimit. Nuk guxon një vendim i gjykatës kushtetuese mojt vendin peng. Nuk është ai vendim diçka e shajt që s'mundet mundru, për arsye se të drejtat nuk guxojnë të keq përdorën, është një parim në drejtësi. Kjo është u keq përdor edhe për tjerëve, dhe gjykata kushtetuese konsideroi që mund më jep drejtim vendit, jo kurdi ka bëu hajgare me ta, ka me lut edhe ka më shu derën në seancën e 30 dhe ose besoj që në asnjë formë kur të heq kandidaturën e zonës Albaniaziu. Nuk e ka shit kurban ato, e ka njëri të besueshëm dhe i vy njëri vetëm pas. Ndërsa në deklarimet e tij që ndëgjova në RTK që e gazetarëve që si shumë puthën ball, që më dukni po më nëse përpara këta e keshin RTK në kohën e Kadri Veselit, po edhe mazita shu bërë RTK-ja karshi pushtetit, a thëtë që pajtona në detim që Zoti Lima nuk mund të marrë krye parlamentarin me 3 deputet. Do të më sheni far standardi. Po ndonë se ndroj qasjen me Zoti Liman, prej komandant Bojteri, për qeveri, po nuk ja beson pozitën kur të kryeparlamentarit dhe realisht është parimorës, më është me 3% e pozit mund bëhet pazar me LDK në PDK, po të më thuj sa, për arsye se parti më të mëdha, realisht as makën, s'u flas për një pozit shumë të rëndësishme, mas presidentës vjen kryeparlamentari ose kryeparlamentarja. Kryeparlamentarja mundet me qenë tani ushtrues detyre. Bravo. Aty është qëllimi. Ne me 3 vota ato. Rregullisht. Është standardi i ri. Aty pajtona sa i përket të Zotit Kurtit. Unë gjithmonë po flas në vizione të mira edhe të një rregullimi të jetës së mirëqenies së qytetarëve. Unë e di që politikat e partive politike janë një drejtishme edhe po ashtu drejtohen për interesa personal, disa për interesa të karikës, pe di ato, ajo po shihet. Po, kur fiton në një pas zgjedhje, kur i ki 42% edhe i ke fitu zgjedhjet, atëre ti ai që i ki barën për konsenzuze. Edhe mund është me krysonte, po nuk je ka dënë. Pse nuk është ka dënë? Se është... Në pjesë, pak se pëndërpej, kërkëndjes, është pak edhe qasja e Zotit Kurtit, e cila ka qenë shumë ma, për ashtë ma zgjedhje, që unë totalisht është e pakuptueshme. Ti je fitus, dhe natën e zgjedhjeve u dashur falenderu qytetarët, edhe ketë partive opozitare, jo me dalë me fy patron nevoje. Ka fy, edhe realisht kërkesa ati të Zotri Lumir Abdigjiku, që hajde ti se ki bo me këta tjertë koalicion, edhe këta të kanë shajt, edhe ma shumë, që realisht LDK ka pas akuza shumë atrona karshi PDK-s dhe ka majt ato shikin, e ka majt një 20 vjetë, po se ka majt në emër për mu zgjidh diçka, se e përket shikut, po e ka majt për me marrë vota, se pastaj ka bo koalicion me PDK-n, do e ka fy PDK-n vazhdimisht, është ullë, kjo drejtim nuk është apet ajfar paralelje e Zotit Kurtit që përmerë me këta, nuk është e drejt dhe e sakt, për fallë se LDK-ja të ke fundit nuk du të mera edhe me qenë kurban gjithmonë. Po LDK-ja ka barën që po rinë në situatë pat, pipret zgjedhjet, ndërsa nuk i di ata ka nisë në zgjedhje. Hajde edhe 2% më ka murit LDK-ja, po s'konsideroj që mund të murit. A kështë me kanë e udhës me ba koalicion me vetë vendosin LDK-ja në këtë situatë? Kolega tha shumë mirë, nëse këta i thirin pak menjes, se këta me një restoran për pare i kanë bote Villa e Beqet Pacullit, tash me një restoran për 10 minuta mundën më marrë vesh, për arsye se Kosova është me një situatë shumë palakmueshme. Është çështja e veriut, çështja e asociacionit, 900 milion fonde, kemi sanksione pe BE-s që kanë filluar realisht gradualisht mes, po është një problem shumë madhor që parojmë vendimet të cilat është i marr qeveria në dorëheqje. Nuk shumica tyre nuk janë vendime administrative, janë vendime përmbajtësore që bin dash me ligjin për qeverinë dhe ka shkelje të mëdha ligjore. Për arsye se tash i ke edhe bordet jo funksionale. Me një fjalë shteti është lënë si veturën kur të lëshën ler. Me një fjalë është anarki institucionale. Nuk ka parimisht ashtu. Parimisht është anarki. Kur kanë interes marrin vendime, emrojnë borde, e ki edhe çështjen e rrymës që pajtona ku realisht për ligjin e rrymës nuk e faqse këtë qeverisë, e ligjërar kohën e Zotit Isa Mustafa për daljen e tregtë lirë, po ti forma e daljes tregtë lirë del kur ki konkurrencë. Aty të vërtetën vetëm pjesët e ka rri çmimin 260%, ti ki kompani të cilat nuk mundin për valluta. Edhe është one seller, një shit, edhe është i njëjti që ka privatizuar. Edhe ta shet herë 3 më shtet, dërsa kompanitë janë fragjile dhe bara e zhvillimit ekonomik është këto kompani që kemi këtu që duhet me respektu për arsye se shumica e vendeve të punës, tatimeve dhe
gjedet formohet për shtypën kompanive. Ndërka që bën favor vetëm Kecit një varmyre. Kecit bën favor direkt, ndërsa kanë ardhur me akuzat rona për kes për privatizim, jo anullojna, sa anullojna, po këta së gjendje me anullu kur gjë heq, këta pos mujnë mësëvar blokada. Se kuptova qëto? Për lëvizave të vëzë para orës së pushtet vazhdimisht ka bu kritika për privatizimin e Kecit. Deri se kanë thonë kena me anullu. Po, nuk vendimet nuk është ka i merë Kecë, është zërëja. Ta po thonë se në gjendje me anullu kur gjë heq, pos mujnë e shesh me bloku me shtrunja 5-6 tulla, por ma shumë në aspektin ekonomik, ta si duket nuk kanë, edhe s'kanë shlip, si duket edhe nuk jenë të interesu me bo diqka. Ishte kanë, situata mi se ka qenë e keqe ekonomike, kuptimi që nuk ka pas zhvillim të mirë fill, ka pas politika ato ekonomike, unë shumë ekonomist, për jitë kërësis ekonomistat mujnë me elaboru ma mirë me poshtu në studio, po edhe këta kanë vazhdu që ata vazhdu, vendime ato ekonomike, ku del mirë, ku s'del mirë, hajtë. Kjo s'funksionon shteti është. Edhe blerja e rrymës, se du mu kyç pakës edhe blerja e rrymës ku bot, është me rëndësi ku bot blerja e rrymës. Ta është dur pe i zotri Lirim Mehmetaj që e përcjella, një farë zbulimi që kish bo, që ajo kompania NOA, si blerjen e rrymës pe bëj ka pe i Greqis. Pe kuna pe bën, bashkë pe drejtorit ekzekutiv, emrin një Harova ati Grekut, i cili vlau vet, vlau që ati drejtorit, është kryesus i anarkistëve në Athinë. Dhe me thonë paret shkojnë që aty silët. Ose bëhet mbledhja e të rinjve socialist, ku vjen Papandreou i Greqis, në ditën kur vjen e gjithë Evropa të Edi Rama, që atë ditë mahet mbledhja të Albin Kurti, në përmes Papandreut edhe lëvizjes së socialistëve të rinjve. Dhe me thonë, qëto sen e lidhni kapak, edhe ju del ku është, ku po dënë aj medalj. Aj nuk e dënë qeverin, aj e dënë qeverin 70%. Kuptoni këtë punë. Aj dënë me shku prap në zgjedhje, prap me një farë manevrimi, po shqyqër që është ka i dalin të palamat, para menoti njerës të korruptum nuk ju bënë zonë, nuk i prej. I ki dokumentume njerës të... Së është përgjësie qeverisë. Po, mirë. Përgjësie prokurorisë. Edhe prokuroria se përket që është... A i ka thonë që ka marrë me... Unë jam mëtarë, me që të respektit së është i raport që dalë me kolegën, gjyqet, pretendimet, ligjore të korupcionit dhe tjera, ato du të më bënë në salla gjyqësore. Prokuroria nuk është në anën e lëvizjes të vendosje. Sakt. Nuk do është ta medalja aty. As ka pas në dikim kërë në emrimin e tëre. Deri tash nuk kemi, unë në mësa e di, emrimin e kojna? Jo, sa përket hitimeve, jo emrimeve. Nuk kemi diçka që prokuroria ka ngrit një akt akus, sa përket aferës. Nuk e thash për ato, po ti si një qytetar, si një qytetar dhe një kombëtar që i thu vetës, që që është Albin Kurti, edhe je patriot, ashtu që shpi thu të vetës, ti është dasht, mi thonë që ti na hajnë. Një që ke thonë tjerve. E jo me shuj, jo me mblukit punë. Nëse është hajnë. Nëse është bo, e shkarkan. Ose ki dyshime, është të marë prokuroria me ty, hekësh. O shumë aferat cilat po pretendohen, po në bëgjitha çështja aferave, korupcionit, është një procedur ligjore. Prokurori, gjykat, pa vendim të formës të prem, kërkush nuk më nënshujt realisht hajnë, për arsye se është prezumimi pa pajësis, pa dashme arsëtu. Në aspektin parimor, ishtë dashme njëherë me shkarku shumë më vërtit. Ishtë dashme bo një standart politik. Distancim, bravo. Është filoni, po përmenët për afera korruptive, e liron për detyrës, deres atë zbardë. Rast ma iron është... kemi për prokurorisë fare akt akus, është afati i limitum, është 2 vjetë për vepra penale, absolut. Se për këtë kodë procedurës penale. Po është demisht konfliktet për s'ka reagim për prokurorisë. Qatë sens për këtë? A ishtë dashme shkarku momenti që përfolësh, edhe përfolësh 3-4 herë, pajtona që ishtë dashme së politik mi largu. Ma eron është dyshimi, apo që përdalin faktit për korupcion, se sot deklarata e Vokrit. Në peshore. Ma eron është. Shumë e saktë. Abden, a i ka mujt me thoni deklarat në afekt, pa afekt, eshtime, mos eshtime, abden nuk ka... Do se jemi mësume në kodeks si deklarat. Po, ato e shkarkon pa drejtësisht, se nuk ka bazë ligjore me shkarku, se kjo është deputet. Me njerë është shkelje kushtetutës, kjo nuk ka drejt me shkarku, e ka shkarku, nuk po thom që ka fol mirë Vokri, ka fol katastrofë, që ka fol kjo farë profesori, shepatem, Nejmedin Spahiu, që aty dikon 2 njëtë e kanë një farë deklarate antikombëtare, se nuk mund është me sulmu ndërkombëtar të ashtu apo me paragjyku, ose jetë tepër mrena në inteligencën botërore, që ti po din diçka për Vokrin e kam fjallën. Me thonë, ja ke marrë informata diçka prej matënoja, ja du të me të marrë në pyetje ku pe din të që ndërkombëtarët e kanë shtikit punë, se jenë atu folë prej 17 marsit, kur Francesc hinën e 17 marsit 2000... Eksakt. Atëherë ti po deshe diqka, dush me dalë me kalzu ku qa e ka din.
Apo kupton se Ndosë edhe neve për këtë aspekt edhe kemi ngesë. Shumë çështje po ngliten, ndërka që Agjencia e Inteligjencës nuk po marr asnjë hap. E kemi edhe çështjen e zotërisë Spahiut, i cili e pam një takim me gjyriqin, ndërka që doli edhe në një deklarat me media serbe ku tha që William Voker është thjesht një pensionist dhe shumë deklaratat e tjera. Ndonë se do të aprish edhe me tej imazhin në Kosovës, sepse këto deklarata bën mediatike me njëherë në barë bota. Ato deklarata e antikomtare është një virus i cili përcjellet prej takimit me gjyriqin, i cili përputhet komplet në deklaratën me Daqiqin, do me thonë ky ja i përputhet me deklaratat e Daqiqit. Shumë i kënaqur jam që nuk është në një pozicion politik, po është një analist që mirë po nëpërmes influencave dhe analistave nëpër rrjetet sociale dhe nëpër media jep mesazh antikomtar, ku mundet më përqu tash mas këtina kanë më qua disa tjerë me folë diçka që shtu palidhje, ku e dëmton shumë Kosovën, edhe nuk duhet me leju, edhe pajtona shumë që duhet Agjencioni Inteligjencës Kosovare me marrë pyetje që pse e shku fsheft atje, edhe ose kusht ka qu. Dy pyetje, kusht ka qu. Se kësu kontu i ka zu, po e ka nëzon këtë të shku. Kër e ka nëzon, kër e ka qitë fotografin. Dhe ne është deshifru. Nuk e ka ditë kërkosh që këj po shkon aty. Po është deshifru. Kur është deshifru, ti dush me kazu tash që ke folja ti mrena. Që kjo është. Dhe me tonë turp i madh për to, turp i madh, si profesor, që aj del, ose ka guximin me gjyku, apo me para gjyku William Vokerin, i cili me mesazhin e tij në botë kanë fillu bombardime. Do me thonë është ka qenë mesazhi i tij ka qenë kyç, që ka qenë një masakër, i ka pa me sytë e vet, edhe del mas 25 vjetëve një shqiptar thotë ky nuk është mirë, nuk është rregull, kjo është kundërshtim me vlerat kombëtare. E vërtet, zoti Kastati, si e komenton juve deklaratën e zotërisë Spahiut në mediat serbe për William Voker? Realisht nuk është deklarat e mirë, sidomos për zotrin William Voker, i cili është një hero i gjallë realisht i Kosovës, por arsye se ka jep një kontribut jashtëzakonisht të madh sa i përket çlirimit të Kosovës dhe ndërhyrjes së NATO-s. Unë distancona komplet edhe si qytetar nikësisht edhe si analist nga këto deklarata, ndërsa sa i përket vizitës tij, ai ka sqaruar që ka qenë diçka me universitet, nuk tinza në Serbi s'ka shku, sa i ka me kalu kufit, ka shku në mënyrë publike, ndërsa te fotografia si duket ata e kanë nxjerr gjyriqe dhe pastaj e kanë nxjerr zotin e Çelës Spahiu, për arsye se na kemi studiat edhe realisht edhe këtu në DTV është nëse s'ka bëj i rregullt. Unë dashta nuk kam nefar dyshimi në vullnetin e tij për shku, po heqja e flamurit në takim me zotin gjyriqin, as më shumë që ai ka qenë tepër në deklarimet e tij duke i thesu vazhdimisht sa i përket çështjes së kombësisë dhe vlerave të shtetit. Ma gjest ka bo gabim që ka ek flamurin, ndërsa sa përket përmbajtjes së takimit që është bo të gjyriqi, atëherë ishte dashur inteligjenca padyshim me thirrë dhe me këshyr se çka është puna, çka është diskutu, për arsye se po flasëm për interesin e shtetit Kosovës, na kundërshtarin më të madh kemi Serbinë, nuk e kemi dikon tjetër. Serbia 24 shtat punon kundër neve. Prej shkollës fillore, fillojnë me mësu, të mesme në fakultet, 24 shtatat ta merren me neve. Ose këto deklaratat bën edhe në një medium serb, që do të kishin mujt mu përdorë ata mënyrën se ata e përdorin, padyshim, ata janë mjeshtë për mi përdorë këto, sidomos këtë pjesën e deklaratës, domethënë për Vokerin e pasjap në mediumet serba. Po, në medium serb. Sot ka ndodhur apo? Dje ka ndodhur. Dje ka ndodhur, se realisht nuk e kam lexuar shumë kalim në vija trasha lexova, atëherë është edhe më keq për faktin se ata e përdorin dhe thonë se këta janë shtet jo mirënjohës, kur njerëz që kanë imu tash shpishojnë, domethënë theksovan hyrje. Po nuk do të më largu këtë, nuk do të më se në peshore, në pesh deklarata e këtij Vokrit, se pa them se për Arber Vokrit, në peshore gati se e njëjtë është. Nëse ti deklaron si një minister apo zavendës minister të cilën i thuhet që ndërkombëtarët kanë gisht në pjesën veriore ku i kanë zhvilluar trazirat, atëherë kjo bjen që për 20 vjet neve ndërkombëtarë na pas kanë mashtruar diçka. Edhe ai është ka dim diçka pak më shumë se na që dim popullata. Edhe ai duhet me dal para institucioneve apo para AKI-s me na tregu se çka din ai më shumë se na, se si e kam zhvilluar ndërkombëtarët këtë trazir në Mitrovicë. Pse kanë marrë në status quo Mitrovicën, e cila për neve ka qenë dëm i madh brenda periudhës 20 vjeçare. Do të thonë pesha e
deklarimit të vogrit edhe pesha e këtij Spahiut gati sajnë. Kjo e ka marrë realisht përgjigjen e ka shkarku, që është rregull se jashtë shkarkimit nuk i çaj bën tjetër, qeveria nuk mund me ndjek procedurën ndaj tina përveç se me shkarku, atëherë dash me një institucionet e sigurisë, më marr me të çka din ti, ku i ke marrë ato informata, edhe nëse del ka fol veç hajt për më bëu viral në internet, edhe do të na pas përgjegjësi për faktin se do të qenë standard i zyrtarëve të lartë çka folim. Unë kolega më në lëshuq në një deklaratë po në pozicion qeverisë kam, as institucione, por kolegu nuk e di se hajde na me thonë, pesha publike është shumë e rëndësishme. Ti zavens ministër ki pesh, do shumë pas kujdese për fatësën edhe qeverinë e Kosovës. Për fatësën, pa marrë pasysh çfarë pozite ki momenti që merr parë për qeverisë e Kosovës. Aja ka marrë atëfar biletën e merituar prej qeverisë të Kosovës, ndërsa te zotri Spahiu ai realisht i bën dam vetit për faktin se nëse vazhdon me një qasje të tillë, atëherë fillojnë edhe më distancu njerëz prej tina, dashur pa dashur. Atë ndërrumi, faleminderit shumë që ketë në infode edhe ndajmë të gjitha këto informacione për publikun. E neve do vazhdojmë në një pjesë tjetër ku do flasim për disa specializantë që u përjashtuan nga qeveria për specializim.